Receta e murgut tibetian. Ilaçi që shëron gjithë sëmundjet për 12 ditë. Ilaçi natyral me të cilin do t'ju njoh është shumë i vjetër. I përdorur prej më shumë se 5.000 vitesh dhe është zbuluar nga një murg tibetian. Ekspertët pohojnë se është ilaçi më i fuqishëm natyral i cili mund t'ju ndihmojë të parandaloni dhe të trajtoni të gjitha problemet e shëndetit tuaj. Megjithatë, përdorimi i tij lejohet vetëm një herë në vit. Përbërësi kryesor i këtij ilaçi magjik është hudhra. Ajo ka veti shëruese dhe përdoret gjerësisht për probleme të ndryshme shëndetësore. Është konfirmuar shkencërisht se përbërësi aktiv i hudhrës, alicini, vepron ashtu si droga në uljen e presionit të gjakut. Hudhra e papërpunuar përdoret tradicionalisht për të trajtuar çështje të ndryshme shëndetësore, duke përfshirë tensionin e lartë të gjakut, krizat në zemër, kolesterolin e lartë, arteriosklerozën, kolesterolin e trashëguar, qarkullimin e ulët të gjakut shkaktuar nga ngushtimi i arterieve dhe sëmundjeve koronare të zemrës. Gjithashtu, kontrollon efektivisht dhe kolesterolin e keq që njihet si LDL. Përbërësit e kësaj kure janë 350 gram hudhër, 200 ml alkool ose rum. Përgatitja: qërojini hudhrat dhe hidhini ato në një godë me alkool. Më pas, transferojini ato në një shishe qelçi të sterilizuar dhe lëreni mënjan për 10 ditë. Më pas, kullojeni atë me anë të një kulluese dhe kalojeni lëngun në shishe përsëri pasi e keni larë dhe pastruar atë mirë. Shtoni në një godë me ujë 2 deri në 3 pika nga ky ilaç. Pijeni atë në mëngjes esëll, në drekë dhe në darkë, para se ta hani. Kjo sasi ilaçi është e rekomanduar dhe e mjaftueshme për 12 ditë.